Vetëm një detaj, në fund nuk e di ta cili vit ka qenë viti 2017. Dhjetor 2017. Krishtlindje 2017. Sakta 23 Krishtlindjet 2017. E keni një dokument publik, është kolumna e kryetarit kuvendit Republikës Kosovës Kadri Veselit, domethënë Krishtlindje luta vëdën, që është botuar kohë ditore, pse nuk shpërbohet gjykata speciale. Domethënë ku ai i mbyll krejt këto debate, këto diskutime, apo shpërbohet kolumnat botuar është publik. Pse nuk po shpërbohet? Pse nuk duhet Nuk mund të shpërbohet. Kryetari i kuvendit, do thotë njëri prej bazëve kryesorë të institucioneve të shtetit të Kosovës. Na është dashur një 2 vjet prapë me kuptues që është e pahavitueshme. Tash, ka një prerje këtu prej 2021 kur arrestohen krerët UÇK-s apo jo? Dhe sot jemi në fund të 2025-s, viti tjetër pritet të jetë viti i shpalljes së vendimit, si më thonë. Tash para 2021-s dhe deri te themelimi, Edi Rama ka pas pozicionin pro gjykatës siç e kanë pas edhe disa prej akterëve tonë politikë, si më thonë që e kanë shtyr përpara këtë ide. Po gjatë kësaj kohe, dhe me që na tash kemi mri në këtë konkluzën që Serbia ka lobu në format të ndryshme për themelimin e gjykatës speciale, deri te themelimi dhe pas themelimit, Edi Rama po ashtu ka qenë i angazhuar në një formë ose tjetër me rehabilitu pozicionin e Serbisë në arenën ndërkombëtare, përmes Open Ballkanit, përmes shkëmbimit të territoreve, përmes asociacionit që tash kemi ngecë, përmes të thënit që veriu ka mbetur kraskujt dhe të tjera. Pra ka pas diçka për Edi Ramën që ka ndodhur para 2021 dhe pas 2021 në relacion me Serbinë dhe rrjedhimisht gjykatën speciale. Në anën tjetër, se kjo është goditje ose, si më thon, përdorim politik i gjës nga të dyja palët. Tash kjo për Edi Ramën dhe Edi Rama tash ka një qëndrim për atë që ka ndodhur mas 2021, për atë që tha Ugo. Tash na, si më thonë, kaste, po thëmë unë si shoqëni e kemi, po këta si tabore politike dhe si kaste politikanësh, këta duhet me pas qëndrime, që tash ka është të ndohë me gjykatën. Në këto, dhe mrapa kësaj më shifet vetëvendosja, se vetëvendosja nuk mundet pafundësisht me na nxjerrë një lloj argumenti të 2015 me thonë, ju kum thonë unë atëherë, mos u ngucni tash. Unë ju kum thonë, gabim e keni pas. Por, ka ndodhur pra shumë zhvillime, sidomos në 5 vjetët e fundit, që lidhen me procesin atje, dhe që ti tash nuk mundesh me pas qëndrim të ngurtë për 10 vjet, kur gjendja dhe situata ka ndru. Vetëvendosja pra nuk mundet me thonë shko hashim, nuk mundet me qenë kundër fuqizimit nëse ka qenë kundër fuqizimit të saj në 2017, edhe nuk mundet me umshef mrana petkut, si më thonë, institucional, me thonë që na si qeveri nuk mujmë me dhonë qëndrime politike sepse ndërhymë në sistemin e drejtësisë. Nëse ky është parimi, ti poshtë e naltë këtu ndërhymë në sistemin e drejtësisë. Me gjykatë, kushtetuse, me gjykatë, si më thonë, supreme dhe të gjitha nivellet e gjykatave. Pra nuk e kiti, ti do më umshef, për mos me marë qëndrim për qëta që është ndodhë sot, jo që ka ndodhë para 10 vjet. Lutë? Për me ba tregimin e gjatë shkurt, i bjen kështu. Sigurim për themelimin e dhomës specializume dhe evitimin e mekanizmit në OKB e kanë bo qeveria Amerikanë. Shpia barë konkretisht. Kjo dihet, apo? Garancionet për ndarjen e përgjithësive me Evropian dhe ka bo shtëpia barë. Ata kanë thonë që procesin, mekanizmin e gjyqësorit do të abartin Evropian, hetimet dhe provorin do të kenë Amerikan garantume. Dhe mirëbesimi këtë rast, i vendimarrësve në Kosovë që nëse hetimet i udhëheqin Amerikanët, ata nuk mund të ndikohen nga qarqet tjera, që përfshin 3 konshin e madh, ka bërë që ma let me pranu këto. Edhe është evitu mekanizmi OKB-s, edhe është evitu ndikimi Beograd-Moskë. Sepse hetimet i kryejnë Amerikanët. Këtë zhvillimi që ka ndodhur te iniciativa e Krishtlindjeve 2017 është kur kanë kuptuar se Jack Smith, pas tranzicionit që ndodhi atje, ka fillu me morë me rastet që në Kosovë nuk është vrej deri në atë kohë.
Mëse harroni episodin 2015-2017 kur në hap kufit Kosovë. I kujtohet largimi i masev i qytetarëve prej stacionit autobusave në 2 qendra, Shtrpça dhe Prishtina kanë qenë. Ajo ka qenë dalja masive mbulimi dëshmitarëve të mbrojtur për dalë prej Kosovës, prej regionit. Qysh këthu që ikja njerëzve ka pas për shtë ndozat konspiracionit që përmes atyre Nuk është konspiracion. edhe dëshmitarë E konfirmoj në dëshmi për pasus ma kredibel kove të fundit. Dëshmun se kredibiliteti... Po flasim për atë ikjen e madhe. Ikja masive ka njerëz në stacionin të autobusit, i shmush stacioni, së di këtë qa Koridor i hapon për të mbulu largimin e familjarëve dhe dëshmitarëve të mbrojtën. Sepse nuk ke pas asi dëshmitari cilët ke mojnë brana natës interesemi madhe gjykatës, se prokurorit ka qenë me morë me qu me vendos në masa të veçanta të mbrojtjes dhe sigurisë. Kështu që shumica atyre, qindra pëjtënve kanë dalë në mënyrën e tillë. Kjo iniciativa e Krishtlindjes, ka qenë reagim i shumë që kur është kuptu informacioni se ka qindra njerëz që për motive mbulimi, të fardo natyre që kanë bazë ata, kërkesave. Pra luta nuk më dhëtë që kanë ikë, ata që kanë shku, këtë që kanë shku, kanë qenë dëshmitar, po mrana atyre njerëz që kanë pas të... është mbulu, procesi që i tillë është mbulu. Në ndërkohë është vendos kredibiliteti i dhoma specializume. E rekrutimi i stafit, rregullore, gjithçka që është vendos atje, atë situata ka dalë jashtë pritjeve tona, sepse se cilë ka besu në drejtësi që po pritet më vendos. Po. Por kur është po krejt ky, le themi, uji pa pastër që del për burimit nuk e pason shtrati.